Do të flasim tani në minutat e programit Mirë se vjen për një agjensi ndërlidhje e cila bën të mundur takimin midis qytetarëve dhe specialistëve. Po për çfarë do thoni? Jo pikërisht për ato problematika të ndryshme që ne zakonisht kemi nevojën e specialistëve që mund të na ndodhin në shtëpi, ndoshta një hidraulik, ndoshta një teknik, një elektricist. Të gjitha këto ju do të keni mundësi që nëse trokisni në dyert e supermjeshtrit, do keni mundësi që takoni specialistë të ndryshëm, por si funksionon supermjeshtri, çfarë është kjo agjenci, cili është me pak fjalë qëllimi i saj. Për këtë kam në studio zotin Ardit Mekšići nga supermjeshtri. Mirëmëngjes, mirë se vini. Është kënaqësi që kam sot këtu. Faleminderit për ftesën. Për t'i bërë me dije të gjithë qytetarëve për rëndësinë e një agjencie të tillë ndërlidhjeje midis qytetarëve dhe teknikëve që ofrojnë shërbime të ndryshme. Ju e patë nevojën e tregut që kishte nevojë për një agjenci të tillë në momentin që menduat për hapjen e supermjeshtrit? Kjo lindi si pasojë e mungesës që kisha dhe vetë për këto shërbime. Për këtë lloj shërbime. Nga nevojtar për këto shërbime, me disa miq, mendum që okay, do të bëjmë diçka sepse siç vujmë ne, vujnë dhe gjithë Tiranë, nuk është se vujmë vetëm ne. Edhe nisëm që të bëjmë këtë projekt, nisëm e shkrytëm, pastaj ishim në tentativa për shifshim funksionet e tina ku funksionon dhe jashtë Shqipërisë. Hynem kontakt me disa kompani në një kompani në New York edhe dy kompani në Angli. Një në Manchester që patëm kontakte më shumëti, morëm dhe disa informacione në Spanjë, për shifshim pak a shumë tregun botëror të këtij stili biznesi. Kam shpjegoj që në tregun botëror duhet të jetë shumë i përhapur, shumë i kërkuar, shumë i njohur. Duhet të jetë një ndihmë kryesore që i vjen të gjithë qytetarëve që jetojnë në një komunitet, pothuajse në gjithë botën dhe blis ka raste që mund të jenë dhe kompani të vogla në për qytete të ndryshme, nuk është që është një kompani për gjithë Shqipërinë. Por paka shumë ideja është një mix paka shumë asajt anglisë dhe asajt amerikës, kjo këtu. Vetëm mund të ketë disa shërbime më shumë se sa ato. Cilat janë shërbimet që ofron supermjeshtri këtu? Janë çdo lloj shërbimi që ka të lidhje me profesionet komunare, që nga elektricist, hidraulik, bëjaxhis, stukus, murator, teknik, design, arkitekt, inxhinier, çdo lloj profesioni. Po ju si rat në kontakt, si e menduat këtë nisjen apo mirë funksionimit të agjencisë tuaj? Sepse që dhe ti ofrosh sigurisht qytetarëve një lloj shërbimi, padyshim që dhe ata që ofrojnë këtë lloj shërbimi duhet të jenë specialistë. Ju rat në kontakt me specialistë të mirëfillt? Ky projekt në fillim ne kur vazhdojmë të shkruajmë projektin nuk kishim mundësi hapje, nuk kishim fonde për hapje dhe aplikuam te ëndra ime 2015 që kishte lançuar zoti kryeministër dhe dolëm fitues të atij projekti. Pastaj vazhdojmë dhe të përmirësojmë çik dhe më shumë detajimin e funksionimit të saj. Hynem kontakt të zyra punës, mundum të gjejmë dhe në për këto portalet që janë të punësimit, mundum të gjejmë profesionistët e duhur, hapëm dhe aplikimet dhe kryesisht kemi qenë edhe në fazën e testimit të punëtorëve. Kjo ka qenë ajo, se përzgjedhja është çike e sikletshme ishte, sepse ne nuk ishim profesionistë që të testonim ata në profesione të ndryshme. Do gjenim gjithmonë nga një mik që është në atë profesion që ta testonte punëtorin, por gjithsesi ka qenë goxha mirë. Cila është mënyra që i vini në ndihmë qytetarëve? Domethënë si procedohet zakonisht kur kërkohet ndihma? Funksionimi vjen me anë të një telefonate, do të thonë çdo qytetar mund të telefonojë në numrin e telefonit dhe aty përgjigjet sekretaria. Keni një adresë tuaj në Facebook? Po, kemi supermjeshtri. Kemi për edhe në webin supermjeshtri.al ose .com. Imi edhe në Twitter, në Instagram, gjitha këto rrjetet. Ideja është që kur qytetari merr në telefon supermjeshtrin, përgjigjet operatori dhe lihet një orar për shërbimin në shtëpi, që të vi tekniku te shtëpia. Por ideja është që gjithmonë duhet 2 orë pas telefonatës. Që të vi. Po, që të vi sepse për shkak të ngarkesës që mund të ketë edhe të shpërndarjes. Sepse ne mundu që të bëjmë shpërndarje të çdo profesioni në çdo lagje, por
Ideja është që shpesh edhe nuk ndodh që te ke kështu në momentin. Edhe lihet orari dhe pastaj shkon tekniku që i ofron shërbimin dhe bë pagesën e teknikut aty klientit dhe aty mbaron, pastaj merret edhe në telefon dhe pyetet për shërbimin dhe merret feedbackun. Ka pas raste për shembull që klientët mund të kenë dalë të pakënaqur, mund të ketë pasur ndonjë rast të tillë, domethënë cila është, dua të them edhe jam e bindur që është serioze, po edhe fakti që ju merrni në telefon për një herë të dytë klientët, çka do të thotë që ju e kontrolloni punën e këtyre specialistëve. Po, ka qenë një rast, faktikisht kemi pasur rast pak kënaqë, nuk kemi dhe ne perfekt. Ka qenë një rast për një zhbllokim, por ai tekniku nuk i kishte domethënë mjetet sepse ishte një problem shumë i madh se sa ishte në dukje. Jo, nuk ka rëndësi, doja thjesht të thoja që cili është suporti që i vjen më pas sërish qytetarit. Kemi kontaktuar një teknik tjetër që ishte shumë e specializuar që e paguam ne që të shkonte ai aty. Domethënë i shkohet, e çoni deri në fund një punë që apo një kërkesë që mund të kenë qytetarët. Ideja është që klienti është mbreti për ne, për çdo lloj biznesi, po duhet ta trajtojmë çik me delikatesë që mos të lëmë pak nësi të klientit. Qartë, është vetëm në Tiranë aktualisht e përqendruar? Është e përqendruar vetëm në Tiranë, biles kryesisht brenda Unazës së Re. Brenda Unazës së Re. Mendoni që ta shtrini ndoshta supermjeshtin edhe në qytete të tjera? Apo është një punë e cila kërkon shumë staf? Jo, këtë kërkon shumë staf, por ideja është që pas ngritjes tu të shohim funksionimin dhe që të mirëkëmbet goxha, mund shif dhe që të hapet në Durrës dhe po dhe Prishtinë ne kemi fiksim. Do që ta hapim dhe në Prishtinë. Po. Cilat janë kriteret që ju i punësoni specialistët? Ju thatë pak më parë që është edhe nëpërmjet miqësive, në mënyrë të tillë për të testuar edhe dijet e tyre, por kam përshtypjen që supermjeshtri është edhe një alternativë e mirë ndoshta për të punësuar ata që përfundojnë një profil profesional, një formim profesional. Po të kuptoj. Nëpërmjet misive bëjmë testimin, jo marrim punë. Po pra, testimin këtu e kisha. Marrim punë kryesisht ka qenë të zyra punës, që kemi pas bashkëpunime, kemi pas me zyrat e kurseve, qendrave të kurseve. E pra, kriteri është që të kenë mbaruar një formim profesional të... Keni një certifikim, por kemi pas raste që kanë qenë disa profesionistë, goxha të mirë, që e bën të punën shumë mirë, nuk kishte certifikat, biles i kemi insistuar që ta bëjnë një kurs që të merrte certifikatën nëpër këto qendra të kurseve. E qartë, dhe keni ndihmuar shumë. Deri tani si është pritur nga qytetarët? Ka qenë njifet, nuk është se njifet dhe shumë, për shkak të marketingut, por ka pas një impakt të mirë, domethënë të qytetarët, domethënë dhe kryesisht dhe moshat e treta kanë qenë kështu më babaxhanet të kësaj gjë. Po ka qenë mirë, ka qenë goxha mirë. Rreth sa telefonata mund të merrni në ditë? Po, rreth 12, 15. Keni dhe një staf tuajnë që është stafi zyrës. Operatorët që përgjigjen për... Po, është operatorët dhe stafi zyrës, është koordinimi, janë përzirë kështu. Janë disa halka kështu që funksionojnë. Që mirë funksionojnë në fakt për të sjellë supermjeshtrin. Po, sepse është dhe risia dhe është dhe kjo, kështu tensioni, sepse ku jeni një biznes të ri ose ku jeni një punë që është e ndryshë nga ato që mund të kemi bërë tani, është çik e sikletshme dhe mundohesh të japësh maksimum, do të thënë të rish edhe çik më shumë, të vrasësh çik më shumë mend dhe në thjesht ta bësh sa më mirë. Mirë, besoj që ju ja keni dalë. Faleminderit që ishte me ne. Urojmë që ja keni dalë. Faleminderit. Faleminderit që ishte me ne.